Ndodh edhe kjo, 9-vjeçari në gjendje kritike pasi mbytet teksa hante një portokall në shkollë. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në ditën e njëjtë ku një djalë 9-vjeçar u mbyt teksa hante një portokall kur ishte në shkollë. Sa kaq ai po trajtohet i intubuar në gjendje kritike në ICU të fëmijëve të Spitalit Universitar të Larisës. Ngjarja ka ndodhur në shkollën fillore 36 në zonën e Agios Konstantinos. Mësuesit kanë reaguar menjëherë duke njoftuar urgjencën. Ekipet e shpëtimit që mbërritën në vend ngjarje i dhanë ndihmën e parë përpara se ta dërgonin me urgjencë në Spitalin e Përgjithshëm të Larisës. Aty gjendja e tij shëndetësore u cilësua rënd duke u transferuar në ICU të fëmijëve të Spitalit Universitar.